Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Dhe unë jam Marko. Si gjithmonë, për te kamerave kena producentin e Oda Podcast, Elvisin. Sonte kena një mbrëmje ndryshe. Sonte kena nderi në fakt për me pas një njeri shumë të çmum të këtij komunitetit që unë personalisht, Manjola, kur ardha këtu, gjeta gjuhën shqipe. Dhe ky për ne sonte është Dom Anton Kqira. Mirë se erdhe në Oda Podcast. Na nderove me ardhjen tuaj. Mirë se u gjeta, kënaqësia është me qenë mesin tuaj, këtë programin tuaj që i kom përcjell disa herë, edhe vërtet është ka vlera shumë të çmueshme, megjithëse ne njerëzit nuk dimë i çmua gjana të cilat i thot një Marka, po një Manjola, po një Frat, që vetëm ka kritikue, një për është mas asaj diçka që më shefet e vërteta, ajo luan rol shumë. Mirë por njeri që i flet, ose që i mëson, gjithmonë edhe gabon, pa pas gabime, orte pa mujton. E atër njerëzit, se me 100.000 njerëz e përcjellin këtë program, Miliona. Na shohin, negjojnë, dikush e nin, dikush se nin, atë si e nin ai në atë mënyrën e vetë shpjegon situatën. E kjo është shumë e rëndësishme, duhet me pas kujdes kur të flet njerëz që si me hangër mullataren, e mullatarja pjekun atë stërpik dikon. Dëgjoj, ka i herë keq me keni drejt, e keq mas me ken. Se kur i drejt, ki qef me full drejten, e mandejnë na gjykojnë. Por, në këtë gjë, po e lami fije për ma vonë, edhe unë kam qef për mi thonë shikusave tonë, se si tash jena me fat. Me fat, në fakt se kena shumë, po kur tham shumë, shqiptar, prej Kosovës, se Dom Anton Kqira, ju tonë e njifni, kush e njef, se nuk mundena me thonë tonë, por ma do menja një shumice male e njef, është prej tokës shqiptare të Kosovës. Edhe erdhi në vitit 1989 në Amerikë, në një komunitet shqiptar, i mjaftueshëm i madh, por kisha thënë e shumë fishaj. Sepse gjatë bisedave që pata mundësin me fol me Dom Antonin, më tregoi se kur erdhi këtu e gjeti një komunitet, një kish me 50 familje. Por ama ai ju dediku kësaj dhe ma hollësisht ka me na diftu Dom Antoni, por e gjeti me 50, edhe kur dolin pension, e la me 1.000-2.000 familje. Dhe kjo është vetëm një gjë shumë e vogël, po kur tham 100 e gjanave, ose 1.000 e gjanave, se që bani Dom Antoni për këtë komunitet. Edhe unë e kam thënë, nështë edhe në emisionin e parë ose dytë, se nuk e maj më thamam të cili emision e kam thënë, kur ardha këtu e gjeta gjuhën shqipe, e gjeta se si i majten traditat, është populli shumë i mrekullueshëm i këtij vendit, por kanë pas edhe një prift shumë të mirë, shumë të mrekullueshëm, ndoshta pak i ashpër, po i ashpër me drejten. Edhe mirë tha vetë Dom Antoni që ka i herë, ndoshta duhet me pas kujdes se si i përkthejmë këta fjalët. Ja tha kështu, ja tha ashtu, na dona me zbukuru dhe dona me fal dashni si falim gjithmonë. Dom Anton, unë mundem me thonë miliona gjana që ti ki ba, por du me na thonë ti shumë pak prej atyne milionave gjanave që ki ba. Faleminderit Manjol për fjalët e bukura që i thure. Në fillim e përmene sa njohin Dom Antonin kosovarët, apo zani ti ka shkuar në gjitha anët e kuzhinën ku jetojnë popullet shqiptar. Kem pas një plak në Gurakoc, pranë Paloka, a qujt në kohën e ish Jugoslavisë. Më thanë, a i ka qenë burri njoftun, ka qenë burri mirë, me bamirësinë të veta, edhe arsa që ka mrin vesh të mreti i Serbisë në atë kohë, Aleksandri i madh që e kanë pas Serbët. E tash, vjen një ministër prej Beogradit në Pej,
dhe e lyp këtë pranë palokën don me e pa, don me e takue. Shkojnë e marrin në atë katon, që ndikon 14 kilometra prej pejet, thot, ka një ministër prej Beogradit, dëshon me taku aty. Vjen, kur hinë në atë zyre ku kanë ky ministri, është një patullak dvogël, ati e pranë paloka. Thot, po, shkelqësi, unë jam pranë paloka, po, ma keq është me të ngrit zoni. Në Shqipni ka thonë ma keq. Kjo zoni arritet, hapet për mire për keq. E unë jam kanë edhe kam pas shumë të mira vërtet me njerëz takimet. Mirë por, fati im më ka përcjell gjithmonë se thonë shqiptarët mos larë zoti pa në miq, se në miq të rrisin. Ata që tun, ata të lanë që aty ku je. E anmiku mundohet me të shkatrue, mirë po të hap zanin, edhe ai zanat të shkipet në gjithë ka. Kështu që po thamë, ka shumë gjana që muj me folë, por ma mirë sa ma pak me folë, aq ma mirë është. Jo, ti e the ball me këtë shprehje, se duhet mi thonë faleminderit ta këtyne që na ka një not, Po. Se aty si thojnë, nuk të ka një not kur je keq, po kur je mirë. E po, aty a puna se njerin kur është mirë, atër... Dojnë me të heferon tokë. Dërmë Antoni, Elon personalisht falenderoj që kjo është Oda Podcast. Unë të njoh personalisht, por qa është marrën si ishmja, unë të njoh personalisht veprat. Sepse njeriu i mall nifet me vepra, jo me emën. Dhe kisha dash me thane, kam thënë 2-3 herë për diasporën e Michiganit, si është një diasporë me shqiptar prej mend patriotike, e lidhur njëri me tjetrin, por diaspora Amerikës dhe diaspora e Michiganit nuk do të kishte emën ose do të kishte këtë pozicion që ka pa emrin e Dom Anton Qirës. Kjo nuk është një lëvdat, kjo është një merit që gjatë jetës tane ju e keni përvecu me diasporën e Michiganit dhe jeni shtylla kryesore që diaspora e Michiganit është sot ku është. Jo vetëm nga ana e si një klerik i devotshëm, por dhe një patriot dhe një njeri me zemër të madhe që keni lanë nima pa dallim fejet, pa dallim krahinjet, çdo shqiptari që ka në diasporën e Michiganit dhe veprat tuaja e kanë treguar dhe e tregojnë. Mirë se erdhe dhe kam një pyetje si fillim, përpara se më u kthy në diasporën e Michiganit, ju keni kanë meshtar dhe preft në Kosovë. A ka mundësi vetëm pak me na tregu krahinën atë zonën ku keni marrë pjesë si preft? Po, falënderes Mark për këto fjalë bukura që i thot, por unë kom thanë, edhe mendimi im ka qenë gjithmonë, e kom kry teologjin në Kroatësi. Mirë por, fakulteti i dytë ka qenë në famulli, me popull, se aty janë traditat me cilë duhet edhe me punue. U kom shku si djaloqiri në Istër, kom kry gjimnazin klasik, e mandej teologjin më adasht më shku në Slavoni, me kry për teologji, dhe kur kom marrë në Kosovë, predikimi i parë, adasht me marrë letën me përkthyje prej kroatishtës në gjuhën shqipe. Edhe kështu ka vazhdu kapak, të që e kom marrë atë forcën për me folë pa letër ose pas nevojë. Veç me ato menimet e mia që i kam bluën men. E thash se fakulteti i dytë ka luajtur rol në jetën time mështarake, eksperienca me popull është e paqmueshme, se njeri merr shumë për i popullit, e kemi i popull zemër, kemi i popull dashtun, kemi i popull që në botë nuk gjinet me bujarin e tyne, me besnikrin e tyne, me fen e tyne që e kanë gjallë, edhe mandej me shtari veç adasht me ecë mas tyne, se ata i kanë primë shtarit për me ardhërit e këto gjana që kom arrit
sot në Amerikë si e përmend si Manjola si ti, për vepra që i kom ba, për punë që i kom ba, se Gjeshka Strioti ku ka ardhur në Shqipëri, nuk u bashkova unë, po u gjetët bashku. Dhe më thanë, puna e letë me punu me ata njerëz që janë vërtet që kanë dasht. Që kanë dasht, po kanë dasht me pas me shtarin. Kjo për me kalu shumë pak se do më Antoni s'ka qef me diftu, por unë kam qef me diftu vetëm një dy gjana. Kur ardhe këtu unë e maj mend ka kënë kisha e Shënpalit ka kënë në një vend tjetër, disa kilometra, për ata që nuk e din, dhe më thonë që nuk jetojnë në Amerikë, ka kënë disa kilometra larg prej vendit ku ashtesh, ka kënë një kishë vogël, jo shumë e vogël, po e vogël me krahasu, dhe më thonë, nuk e di se sa ka kënë, sa ka zona ja kisha. Ka pas 1364 karrika. 1360 karrika. Dhe më thonë, pas ka kënë se nuk e maj mend saksisht, se nuk e kam ata informacione për mi dit, edhe prej asaj ti ki fillu në 1989 në pun, edhe rreth viteve 1999 është blej toka kur tesh është nërtu kisha maj male shqiptare që gjenet në Amerikë. Edhe është me të vërtet një institucion i mrekullueshëm, është bë një punë e jashtëzakonshme, sepse kur ajo kish u ndërtu me informacione, dhe më thonë që mora rreth $12 milion që ka kënë shuma. Dhe kjo shumë i dedikuj kilon aq shumë sa ke punu deri në 2011 edhe në 2010 kisha ka kënë e pagume. Edhe kjo shkën një bravo edhe një pun, vetëm një person i dedikum si puna jote, kishte mujt me arrit një gjatë tillë. Edhe ty bravo të qoftë. Palan kisha që janë ndërtu në Këqir, në Melgush, biles ishte një histori e bukur që tha Dom Antoni kur ka ardhë Papa Gjon Pali II në Shkodër, në 93-shin, faleminderit Mark, nuk kanë pas, një atëherë ishin hap kishat, nuk kanë pas as tesha me shtarsh. Me shtarsh nuk kanë pas, atër mu ka dasht, e kom thirë nuncin apostolik Ivan Dias, ka qenë indian, në atë ko më shka muj me indimue kis shqiptare, ka thonë nuk kanë tesha me shtarth për mesh. Edhe kom ble $10,000, dhe më thanë 100 e sa parë, këtë ngjyrat, si janë 4 ngjyrat, për kreshme, për ardhje, për krishtlindje, për tana festa. Po, gjitha bojnë ati kom ble. Ashtu që po thamë, një ma parë konë që ajo me poplin e Shqipërisë. E mana i kanë vazhdu ato tjerat, cilat nuk është e nevojshme mi përmen. Për atë se ti nuk ki qef mi përmen, por ton shikusi ton është gjyna për mas mi dit, edhe të mjerat, sepse ka i herë do më në tënë, është i thoj një shprehje, e kam një dikon se ku e kam një veç me të rajnë, veç thojnë, ka i herë i majmë da njerëz në shpinë, ta njeten, edhe i herë do në me drejtu shpinën se edhe në lolna, edhe thojnë, po tisë më ke majta si ditë. Jo, në është e i herë kam nevojë edhe vetë me marë frym, edhe më keq kuptove, edhe s'duhet mu hell puna e 100 vjetëve, kur i thojnë në det, se mo deshtë edhe mu i herë me drejtu shpinën. Kështu, kja ishte thjesht, sepse duhen mu të regu, ka është shprehja tjetër, se kam memorje në që më të mire këti do më në tënë se vetë, por kanë thonë, është aja shprehja tjetër që është e Qezarit, jepja Qezarit, edhe që është e Zotit, jepja Zotit. Kështu që janë da gjana që duhet mi thonë, edhe duhet me i lanë aty ku janë, krediti duhet mu lanë aty ku duhet. Po, qartu është në Manjol, por fatkesisht në shqiptar dhe kemi 100 herë, ka ba dikush nërë, të kanë imu një tjetën, njërë si ke ba, kanë hu 100 pite për një laknor, thotë të në Kosovë. Kështu që po thamë është vërtet një gjatë, që tash
Don Antoni si Don Anton ka pas edhe gabimet e veta. Edhe mirë, por në ato gabime që janë ba ma vonë 2007, 2010, sidomos më kanë ba descendentin e Shqipërisë, të falënderue një katolikut malsori cili ka qenë i njohur me ato gjana për me mujtë me dalë ajnë pa e mu me mullë poshtë me hoxhën e venit Detroitit. Mirë, por aty ka qenë vetëm një fjalë që njerëzit nuk e kanë kuptuar ose s'kan dashur me kuptue. Kom thënë, mos i shkon Amerika, Kosova do t'i shkon rruga e Srebrenicë. Në Srebrenicë, në Bosnje, i kanë vra 8.000 sa vetë fëmije, gra e burra, ashtu do t'i kishin zhdu Kosovarët me ka krejt, por t'ju falëndëru Zotit edhe migracionit në botën jashtme, qofshin ata në Zvicër, qofshin ata në Amerikë, në Gjermani, në Francë, në Evropë, edhe në Amerikë, kemi ba për me njoft Kosovën, edhe kështu që mos me ardhë puna mu përsërit genocidi i Srebrenicë edhe në Kosovë, kështu që shumë gazetarë kanë pyet ku on Kosova, Amerikanë këtu në rrugave, në Afrikë, ku on Kosova, nuk di. Mirë, por, kom pas rast, 1990 e nishën kemi dalë në Washington demonstrata para Kapitolit, edhe aty ka dalë krejt Jugoslavia, që në konë Kroatë, Bosnjakë, kanë dalë Ungarest, kemi dalë një shqiptarët. Mirë, por çdo senator që ka dalë me fol, ai ka përmend Kosovën. Kom pas do fretën Kroatë, thoshte majku mu, thot Kosova, na kemi dalë për Kroaci, na kemi dalë për vendet tona, e këta përmend vetëm Kosovën. Në këtu është ai fryti që kemi prue të njohja genocidit Miloševićit që ka bën në Srebrenicë, mos të përsëritet në Kosovë, dhe familje Zotit nuk u përsërit. Mirë, po unë e meta i keq. Unë e meta almiku i shqiptarëve, që me qina mia mesazhe më kanë shkru, keme të vra këtu, keme të ban këtu, keme të ban këta, keme të ban ata, unë ala komet gjallë. Zotin me... Faleminderit Zotin. Antoni, ti e shpjegove shumë mirë, paka shumë të mirë atë keqen që mundet me pas një komunitet ose njerëzit, por unë du mu fokusu të e mira, keni një jetë të ta në shtetin e Michiganit, 30 vite, ma shumë të 30 vjetë në Michigan. Keni beku martesa, fmi, buk, familje, shpia, pra keni kënë pjesë e këti komunitetit. Një në arsyet që pa thamë këtë gjanë është se komuniteti i Michiganit ka kënë shumë i shqetësum kur ishte lufta në Kosovë, genocidi që i bani Miloševići në Kosovë. Ju keni kënë, unë kam kënë këtu, kam pas fatin të njek, keni kënë në të partë që keni organizu, jo vetëm me shku me qu zonin në Washington, si e thatë, që e keni bëhe shumë herë, por me ndimu luftar të UÇK-s dhe me ndimu poplin kosovar. A ka mundësi në shpjegu pak me detaje atë po? Mark, vërtet, më kanë pri malsort, se malsort kanë pa hi bërgj Kosovës kur kanë qenë në Jugoslavi, dhe më thamë para luftës viteve 50-ta, 60-ta, nuk kanë par shkolla Shqipe në Malzi, atër Kosova i ka pranue malsort e Malit Zi në shkolla tona atje, edhe këta njerëz kanë krye shkollat, gjimnazet, fakultetet, kanë arë njerëz intelektual në botën jashtme me punue, këta kanë ditë me shfrytëzue një mënyrë falënderimin e Kosovës që ka bon Kosova për ta. Edhe kështu që po thamë, të qenë se jënë konë familtari i malsorve, se kisha Shën Palit në 12 marçin ka qenë e malsorve. Viteve 1990 nishën kanë fillu më ardhë fluksin nga Shqipëria, mas ramës komunizmit në Shqipëri, mirë por njerëzit kanë ardhë me borgje
me ka 20.000, me $30.000, s'kan pas buk me hangër në shta, e u kom thanë më ju, e janë i bajan të artë e kishë, nështë ta kënë nevoj për nëj pakzim, kënë nevoj për nëj vorres, kënë nevoj për nëj letër, para gjyqit dikun, e vini me ma lyp, nuk keni kërkun letra, atër nuk muj me javë dhanë. Kanë ardhjën shënue, kur ja bjenë zoti, keni me hi edhe ju, në anin që kanë hi këta tjertë, me pagu hakun, shka është ajo një shmemi vogël. Edhe kështu, jënë bashkan gjitë, shqiptarët e Shqipërisë edhe ma vonë, vërtet të mush kisha madhe në Rochester Hills si ja ba ma vonë, ajo atëra kanë kënëria e popullit shqiptar, bashkimi i shqiptarët të Shqipërisë edhe bashkimi i shqiptarët Malezie edhe bashkimi i Kosovare. Kosovarë së më kanë ardhë, që më kanë frigue prej kritikave, ata kanë hik diku tjetër. Jo konkret një 5-6 familje kosovare që janë kanë antartë e kishën palit, por që ashtu edhe i kanë pas punët ata, nuk jo më përzirë punët e tyne. Po përmeni kishën e rejtë shumë palit, është përmend një kanari e diasporës shqiptare, jo vetëm për pjesën katolike, po aty shkojnë pa marrë parasysh fetë, musliman të salla, shkojnë të kani sportiv, se keni ba një diqa komplet për shqiptarë, jo vetëm për katolik, se kani sportiv që është i futbolit, i volejbolit, është për tanë shqiptarë. Plus salla është një sallë shumë patriotike, shumë mallështore, ku martohen rinia shqiptare pa dallim asnjë lloj fejet. Ju keni pas të vështirë, se keni pas këtë letë me ndërtuat kishë. Po, vërtet nuk ka konë letë, por unë kom pas një aksion pica pari për 4 vite në kishën e vjetër, edhe kështu janë mbledh me mia 33 në kishë shtunëve ose dilave në mramje, edhe muzikën pas, rinia qatë e ka dasht, edhe janë njoftu vajzat me djelmoqat. Kështu që për këto 22 vite kom pas 4 kunora përzime me Amerikan, një kom pas me një grek, por jo tjetër. Ta me shqiptare. Dhe më dhe këjt janë konë martesat shqiptare për atë kohën time, por që ki që jem gjithmonë ka qenë mos me arru gjuhën tonë shqipe, mos me arru kombin tonë, na jemi shqiptarë, duhet me jetu, sukur se jetojnë sot polakt mas 100 sa viteve, kanë kishat e veta, komunitetet e veta, ose Gjermant kanë qytetin e vetë Frankenmuth, e kanë traditat e veta, si me thanë, e na për 50 vite më ardhë, e mu shkrinj, mu bo Amerikan, kjo marrë e turp për ne shqiptarët, por pa të gjithë fishta ka lanë një fjallë të madhe, një bekim, për ata që se kuptojnë malku kjoftë a i birë shqiptari, që nuk e fletë këtë gjuhë hynore, që amanet në laj pari me a përsiel fëmijëve tanë në gjuhën abnore. Kjo është një mesazh shumë. Kjo është vërtet një gjanë që sot mas shumë ti më dhem, mas këtyne 35 vite që këm ba në Detroit, sot e përjetoj unë si plak, shkojnë kishën palit anglisht, vorrej sa të ba në anglisht, mesha par anglisht, mesha tret anglisht, jo bre. Patër Anton Arapi ka pas një shemull 1919 në Grud. Atja konë kolera në atë kohë që ka marrë me miliona njerëz në për Evropë, edhe kanë digju se një besimtar Lulashi ka këtë familjen me kolerë. Ka shku o Lulash të dera, Lulashi e ka një, po s'ka dasht mi u përgjegjë, që atër duhet mi a qelë derën. Mi por dikur, Patër Anton Arapi ka thira pet, o Lulash malsoj skoritet për një gotë rakije, ose për një kafe, gotë uj. O, frato, thot, ti e meriton fërlikun, por i kam familjen këtë rah prej kolere, të nuk shojt e shpia pa himran, edhe hin mran, ja qel derën, ngruja të qitë për qafe, djali, vajza, vlau, irfen i vojon, edhe shkon në famulli. Kujt javës, u shëru në ta tanë, vjen Lulashi me një liter tamel,
Thot frat do ka marrë me të falënderue se mi pështove familjen. E kjo është ajoja dëshmia e mështarit Zavencit Krishtit në këtë tokë, Krishti ka bo për ne. Do të shkuti i smori, ka dhe krysh për ne, e ta dhe na duhet me bo për besimtarët tanë dishka. Kjo ishte primën ma përqathë trupin me këtë histori, e sa historinë atjera që ka nollë në për vite, por më pëlqejnë fakt kur po të pyette Marku para se me fillu këtë xhirimet edhe tha kur ki kenë se na e dina në bazë sa herë ke dhënë, nuk i pyet domethënë se çfarë feje tje, po the edhe kur ki kenë që shkoshe kur ishe që ki dhënë në Kosovë, edhe rruga më the shkote drejt ka xhamia, unë kisha makinë, e hoxha s'kishte makinë, edhe e dashim sepse dashnin nuk ka fe. Po e shifë se Zoti që i da ka kryue, të gjithë na ka kryue pa dallim, race, feje, mirë por ai kalon në bazë të lirisë njeriut me zgjedhë atë që ka do njeriu me marë. Po. E tash nuk kemi na, kursen s'muj mu levdue pse jemi katolik, kemi lind në fenë katolike, ose s'kan faj feja pjesëtarët e fesë islame që kanë lind në atë fe, si ka pyet kush a do me lind katolik, a do me lind musliman, ose ai tjetri shkja apo kroat, ose ku ta di unë, por Zoti ka me mat zemrat e njerëzve. Të zemra është pyetja, une kom pas fatin në atë famullin e Glogjanit, me bashkëpunu me hoxhen e Baranit, i cili ka qenë si vlla. Gjithmonë ku kom shkuar për pej, kem pas 25 kilometra, as ka pas makinë, e kom pa të xhamia të prit për më shku për pej, i kom thënë, hajde hoxh, urdhna, hin marën, ka hin marën, mirë por ajo ma buj, se kemi shkuar në Hatra, me famullin e Glogjanit, 25 sop katune, që janë kanë musliman njëna mas tjetrës, dhe kanë ardhur ata me na vetë Hatrat, kur kem pas këto tragjedina në familje. Edhe kështu që e kanë pa hoxhen dhe priftin, po këta shkojnë si vlazen, edhe ata kanë shku, kur s'ka pas në mesin e katolikve e të muslimanve, nëj nga tres, nëj vrasje, që e më konë unë aty, por tani jemi dashë si vlezër. E kjo lu në rol të madhë, se fillën prej nesh. Nëse baba nana janë të mirë, ata dhe fëmija s'kan ka mbajt. Nëse prifti dhe hoxha janë të mirë, edhe besimtarët, mundohen me ju përmbajt e saj rrugë me kanë vërtet si duhet. Kjo është mesazh i bukur se në fakt të kja oda jonë, si thojmë to, kena qef gjithmonë me dhanë një mesazh të mirë të shikuesit ton, sepse në fundit, si the ti, Zoti na man zemra. Kur është zemra mirë, e kur fal dashni, veç mirë mundesh me ba, kudo që t'jesh, nuk ke nevojë me shikua si sën, veç bën mirë, edhe mylli syja, mylli vesha, bën. Po nona Tereze e thot, bamirësia fillon me të vogla. Me sa në vogla, një dhuratë e vogël, një nim e vogël, një fjalë e mirë e vogël. Kështu që kur do të kish pas bota, edhe 5-9 Tereza, nuk do të kishin ndodhë to tragedina që po ndodhë në përbot që po shofim për gjithë ditë vërshimit të ujnave, shkatrimit të shtëpive, tornedot në përbot një në tjetën, po do t'i shkon bota ndryshi. E tash Krishti na thot në Ungjil, ku t'i shihni këto shenje, dini se mretnia e qiellit është afër, edhe për ne besa duhet me ja menu çdo njëri prej nesh me urujt për të këqijave, me ju lutë Zotit me qenë dorën e ti, me na shpëtua prej të në gjanave që na nuk i shofim, nuk i dim çka të ardhë e çka ka me na gjithë. Bëv Zoti, mirësia ti, dashnia ti që ka dek për ne njerëzit, na donë edhe na runë. Po inshallah. Tesh mas në trem se jena frika copë, biso prej nesh. Apo, njeri është njeri. Shpirti është i jamël, pa marrë parasysh
si për të mirë, si për të keqin, kur t'jen në ajo ditë në drill. Kërkush s'po qef me dik, në fundit. Do më tanë, ju keni kënë pjesë vujtjeve të shqiptarëve të Kosovës në kohën e luftës, keni shkullën në Shqipni, mendoj kur kje mas luftët, koha luftës, si dolen refugjat Macedonia, keni pa Kosovarët në atë kohë kur në Shqipni, se sa vushin, edhe keni qullën nima financiare dhe monetare për refugjat. Pa i kom bo marrë se më kujtohet në 98 patar një Polak në ora 8 mëngjesit në zyre ishëm të kisha vjetër në 12 marqin në Varen, edhe trokit urdhoni, hyni mërën, dhe unë jam Polak 74 vjeç, pe i shof në ekranin televiziv të CNN-it, fëmijët, vajzat e vogla të hik maleve, plert e plakat, në atë kohë sërbë të kanë dasht me qitë të krejt jashtë shtetit. Me shfaros krejt. Po, edhe thot, po më vjetë buka, po më vjetë në fyt, s'po muj me përbi bukën, po më dhimen ata fëmijë si molla, ku muj me një mu diçka. A ka një për kishën shqiptara dhe ka arë aty, tham, unë jam përfasu si i kishën palit, edhe ajmë ka dhanë një kurajo të fort, thanë shive Polaku plak, vjen me ba nim për Kosovën, e unë shqiptar me ne dur kryq, e mos me ba gja, aja tur për mua, edhe vërtet me zemër me shpirt, ja kom kushtue asaj pune, mire kom pa qelë gjyro llogarin në Free Press, ku jenë bashku rreth $180,000. Wow. Atër kur arba fluksi në vitin 1999 në prill, kom shkue me delegacionin e këtujt, me gazetar, me televizor, edhe kemi vizitue Tiranën, o zot, ishin në salën e sportit, mirë por njës pa lam, njës djersitun, erat, s'muj keme ne njëri mrana, por ata njës o dartë me ne mrana dhe i kanë pranua të i falendrua popullët shqiptarët të Shqipërisë, vërtet në atë kohën konë dhe ata të vorfun, por dy soba kanë pas, njën dhomja kanë dhënë Kosovarve, tjetën e kanë maj për veti. Aty janë kallëzue mikpritja e shqiptarve, pa marrë parasysh kushën shka është, kom pas rastin në 1998 kom shkue me Nima, ku ba fluksi i par i Deçanit, që kanë hikë, kanë ardhë në Nika i mërtur, kom shkue me Monsignor Lucian Augustin drejti pa shpirti, edhe me ira atu e njerëzit në mërtur, mirë por shpijat në mërtur kanë pas kryqet në kulme, edhe kështu tradita katolike aty në vendeve, ka thë jo se këta janë shkije, jo për nuk janë shqiptarë, por sërbë për me lanë sherrin edhe katolikve, i kanë pre kryq femnat, mashkujt, kështu që me avlanë kristianizëm, mirë po a i mkati janë konë i serbit, se ata janë konë, ata që kanë mytë njerëzit, jo na. E kështu që po thamë, ata i kemi fashit, i kemi qitë në për ato vene, ishte pranvera hershme, edhe kështu kemi bo një vepër të mirë për ata njerëz, vërtet, edhe njerëzit, farë në Zotit, i kanë pranua, si shqiptare që... Edhe onë, me që kam rastin me kënë këtu, ne me gjithë aty në Kosovarve, ne me gjithë aty në shqiptarve, që kanë vujt dhe kanë marrë nimen të uj, ju falenderoj, edhe Zoti ju la shnet e jetë, sepse shqiptar dhe na vuj me pas njerëz të mirë. Jo vetëm klerik, po edhe njerëz, edhe politikan, edhe njerëz tjerë. Na jena popull, si e thajt ju, popull me zemër, popull me bujari, popull me besë, por kena nevoj me pas njerëz si ju, dhe uroj që në ardhmen të jeni shemull për rinin, edhe të kena në të ardhmen njerëz si ju. Po, në një gjabë që më ka prek edhe këtu, kur jam ardhë në 90 të nishën,
Miloševiqi i ka shkarkuar për detyrave policin, mjekët, mësusat. Çdo njeri që akon në punë, më radhani në punë, o dash me dal jashtë. Edhe kriza për bukë, kriza për jetë. Më kanë ardhë në atë kohë në pjesëtarët e famullisë, Martin Uli, Rok Zgjeka Ndedvukaj, Ortin Vjerë, thot zotni, thot keni ndëgjuar që ato bon Kosovë, a muj me bon një aksion për nim Kosovës, për buk për ata njerëz. Kom thonë po, mëna 2 orëve kem bashkua $94,400, edhe ato pare i kom dërguar nëpërmjet xhiro llogarisë në Liechtenstein, e prej Liechtensteinit kanë ardhur në Kosovë dhe kështu i kanë përdorur për ata njerëz. Mandej kur djeg Prekazi, mëna 2 orëve kem bashkuar $180,000 për Kosovën. E u kom thonë që të lutem mos e shpallni që kem bashkuar në kish për armë, po ja çojmë nim Kosovës, ata të bojnë çka dojnë. Ata më ble buk, ata më ble... Qa ti duhen? Po, ata qa kanë nevojë. Po. Kështu që po tham, aty atër ka filluar me plas ai sherri, molla sherrit, ati anmiku tem katolik që i desh me shkatrue kishën katolike, por kisha nuk shkatrohet, se Krishti e ka thënë, Pjetër ti e shkam, e mi këtë shkam do të ndërtoj kishën time, e dera fert nuk ka me kaplue, as dera jote, as vepra tua nuk kanë me kaplue, s'kemi arrit kur, po kemi të sofi dit. Gjithmonë e kam adhuru në fakt me thonë drejten predikimin tënë, sepse kam adhuru krahasimet ose historitë e vjetra. Sot, edhe mas 30 vjetëve që putni, edhe i mon mend me data, me dit, me shuma arsakta, sa jam baj fje gjeloze për memorien që ke. Ose kam kërkum, thash, kja është mu admiru, mashallah, kur i thojnë me thonë, për memorien edhe për saksin që ke edhe mas ton këty në viteve të luftës tane, jo luft, por dhe më thonë luft për ekzistencë, ata ke pas, ti ke kalu ata mundimet e tuja, por ashtë tash më ke baj fje gjeloze për memorien. Po, ma ka boni malsor, pas i dolen në penzion para 14 vite, thot tash pe besoj se ka Zot. Ta po pse? Thot shefe, Zotit ka dhon shnetin, je mosh edhe ki shnetin, ki menën, ki çdo gjë. Do më thamë, e thamë, po unë kom punu për Zotin, edhe Zotin ka marrë. Djeta e japon. Par një Zotit vërtet për shnet që e kom pas të rimentani, edhe për menën, kom pas memorin e fort, unë thash, sot për me shtarth, me beku shpia ta në shumë let, se ki GPS-in, qonë, ku dush, s'kaj të Amerikës. Mirë po në atë kohë, o dash me shku në Flint, Trenton, Brighton, Salino, poshtër vjetë në për sabderitën të nërshme, i kom majtë men, i kom shenue, edhe kom beku të gjitha shpijat, prej shtatorit e me 4 nëndorë, dhe më thëmë para shënkollit, i kom kry bekimet e shpijave. Bravo të kjo, po tash mas jetu i tonëve si e ka qmirë, se po të marrim sysh. Do më në tënë, ju jeni autorit 5 librave, keni shkru libra, edhe të tanë kanë vlerë, çdo libër ka vlerën e vetë, po cili është libri juaj i preferuar që ke shkruar? Pa i kam librin e dytë, 5 vjetorin e meshtarisë, e mandej kam edhe një libër tjetër, se ba libri i parë kur a dal, edhe i dyti, e kanë shqyrtue do njerëz, do intelektual. Kanë ba një analizë. Po, një profesor nga Norvegjia, Shatri, doktor Shatri, mandej tom
Maria nga New Yorku, mandej disa profesorë tjerë kanë marrë pjesë në përorimin atij librit dhe prej atij librit ka bi titulli i librit tjetër, Don Anton Qira, ambasadori i shqiptarëve në Amerikë. Edhe aty janë ato ligjërata që i kanë bërë ata njerëz, shumë interesante për kohën, për librin edhe për jetën time si ja bë. Pastaj kam bërë të Mramin, kujtimet e mia, kujtimet prej kur jam bërë me ditë diçka në seminar, në teologji, famullinë e parë. Kam marrë famullinë e parë 1968 në Bistrazhin, vi prej Shkupit, se në Shkup kemi jetue, në Bistrazhin afër Gjakovës, autobusi thot këtu Bistrazhini, ata që dalin këtu ndalun këshyri, po shoh kish, nuk po shoh kish, shoh një besimtar, ju afrova, tha ma jeni të këtuit, tha po i Bistrazhinit tu, tha po ku kisha, thot na s'kemi kish, si mora, jo thot s'kemi kish, po ku qela ku jeton mështari, thot nuk kemi as qel, po priftin a keni këtu, thot po ku jeton ai? A jeton të një besimtar, ja ka lëshu dhomën e burrave, edhe aty jetue. A bonën qutrit e ai, që unë jam nim si ti tash, merrem në qaj atje, u gëzu, kur më pau, mi por nërko, për 2 muj, edhe unë kom flet në atë dhomë, a i kishë dyshek një tonë, unë kishë në tjetër nanë, edhe kështu që mas 2 mujve na u ban një shtëpi profesionale, zyrja, dhoma fjetës, edhe kuzhina. Kështu që po thamë kom fillue... Po ku jepshit mesh? Ku jepshit mesh? Se s'kishte kish? S'ka pas kish. Se kishën që i kanë pas rënua konë kodër, e mandej shteti e ka dhanë urdhin mos me hinë atë vend se mund të moshe. Po, mos me nëzon kanin. E atër kishën e re Kazgat shumë vite të risi e kanë dhanë në lejen. Edhe bile janë konë votat 1967, nuk ka dalë katuni me votue. S'kemi drejta, s'kemi kish, nuk du me votue. Kush votat kryetari i këshillit? E kanë marrë ata, mirë po, kur kanë marrë ata, kanë shku tjertë mas ti. Policia kanë marrë me gjip, me qunë sekretariat në Gjakov, onë i zvargu i njerëzve me shku edhe ata mas ti, kur kanë pa i të vraga sfi, shkonin ndjallë të tanë. Edhe, bom ledhja, e kanë dhanë lejen, edhe kështu që mo kishe bukur sot në Bistrazhin, afër Gjakovet. Dom Antoni, unë e di që gjatë 35 viteve në Michigan dhe në Amerikë, keni pas takime dhe miqësi me shumë kongresmena, edhe majora, edhe senatora të shtetit amerikan, sidomos të Michiganit. I maj mend bile, kur kanë ardhur atë kisha jote, sa herë që ti bashe festat kombëtare dhe mlashe gjithë shqiptarët në festivale, vishin dhe të nderoshin të kisha e Shëmpalit. Na trego pak komunikimi dhe mesazhet që ju i nipshit tyne personaliteteve amerikane për shqiptarët. Po që Mark, është një gjanë se tek njerëzit ka menojnë une bana, une shkrova, une thash, une jo. Me një unë nuk thuret gardhi. Me shumë huj duhet për më thurë gardhi. E tash, kom pas besimtarët që janë marrë me politikë. Kom pas njerëzit intelektualët që janë marrë me gjëra tjera. Edhe këta njerëz më kanë afru me këta njerëz. Se mos e shinkon ata une se kom ditë as gjuhën anglishte. Sot nuk e di gjuhën anglishte, mi për t'ju falendërua të njerëzve, më kanë ofrue, po më kom të si jo, sallën e kemi, nuk na mungon gjallë, mirë janë të ardhën, mirë se të ardhën, edhe janë bashkue. Kem pas në një takim me Tom Lantos, senator i Kalifornisë, ka qenë magjar me nacion, edhe Diogardi, ka qenë kryetari i shoqatës, ose shoqate që i ka themeluaj, mirë por kem pas tu, i farë marrësh në cuda i, ka qenë zëvendësi i ti. E tash, Tom Lantos ka shfre dëshirë marrë me pa kishë Shëmpalit.
Që konë dhe në Kosovë, në kone në kone demonstratave një tjetra, kam përcjell rrahjet e sëve mi Kosovarët, ma dhe i bab dollë. Edhe ai ka shku, i ka pa ato gjana, ata njerëzit i kanë përcjell në Senat. Kështu që po tham Kosova veç o njoft prej njerëzve tëne që i kanë pa me sytë vetë. Edhe ka dalë marrashnocullaj me prit Tam Lentos në aeroport, e ka marrë në makinë, ku po shkojmë tash, do të përshkojmë te kisha shqiptare, kisha Shënpalit. Tash, ky senatori të menue rrugës, kisha, do t'jetë në kisha vogël, do t'jetë në ashtu dhe me që të mendime ka ardhë. Kur ka hi, në borën e kishë, se ka pa një tonë, Gjergj Kastriotin, ka pa djetën anë, Nan Tereze, ka pa kishën Shënpali, wow, ka pa qelat, gjigant. Edhe e murë fjallin, po flet, ka dalëm ka prit Marashi, e i kom bon pyetjen e parë ku do të shkojmë, po thot Marashi në kishën Shënpalit, e tash unë të menua kisha e shqiptarës dhe të kisha vogël. Edhe në atë me që atë menime, po kur kom arë dhe kom pa me të gjanë, komet pa men. Dhe më thani ishte një dëshmi shumë e madhe, se vërtet komuniteti shqiptar i Detroitit ka gëzuar një njohje që dhe mos në Shqipëri në venet ndroje tona. Më ka thënë ambasadori i Shqipërisë Aleksandr Salabanda, e mor zotëri me ditë ju sa ju njofin senati ju çuditi kishën Shënpalit, po si unë nuk ju njof ata njët ku. Ajti, ata e din, çdo hap t'juj, njohin vepra, po, e kanë përcjell njërë. Edhe kështu që po tham, kom pas fatin vërtet me njerëz të mirë, zemër të pashtë, e kom pranua të tanë, edhe kështu që i ka dalë pa vepra, jo Domantonit, por vepra e këtë mënësorve. E po të shqiptarë, se të kemë ramja, atë kishja kom lënë atje, ata kanë atje. Unë gati edhe s'kam drejt me shku, po duka jerë. Me gjë, kja është e mira jote të ka lanë zoti këtë komunitet që i ki pas të kanë nimu, të kanë pas ty të mirë, edhe ki mujt i ki bata në këta gjanat mira, sepse i ki pas ata që të kanë rrethu, kanë kënd zot të punës, kanë kënd, kanë shtet, të kanë, dhe më thonë, ka kënd grupë i mirë të anë bashkë. Ashtë se thot Manuela, do më tonë, sepse ty të... Një gjo, ju falim. Ta shkojnë darsma, shumë erë ashtu, dhe rinia vinem... Përqafojnë. Ska gjo ma të mirë, dhe fader ju sev tash, na ke shpetue. Edhe kështu që po tham, me rinia o knasime punue, vërtet, se ata janë tri, shumer njës menojnë se jame, se këtas nuk din fëmija, di me shmue, ko pasë një ras para disa vjetëve këtu, mos i ka ardhë dën Fredin kish, ko pasë i mesh, edhe një djalë, një 16 vjeç, e ka një atë predikim temin, edhe i ka thonë babs, ku ka ardhë shpia deri, duhet me edhurue Domantonin me një gifts. Pse thot? Thot ka folë sot, pashesh atë përdikim që atë fjallë të bukra ne ka thonë. Edhe mas atë në fjallëve, thot baba, thot, frato, thot, më ka thonë djali, kështu, ke pas përdikimin, edhe të ka levdue, edhe ka kërkue prej tejet, me në ardhë nesër në sil, me ba një sil përbashkë, se do me dhanë një dhurat djalin. A ka gjo matë ma, vërtet, me arrue dhimjet, me arrue vujtjet, kompas, edhe të mirat këshia. Mirë po dy shqyqu këto të mirat, harron ato dvoglat. Janë kujtime që ta mushin zemre. Bëllë kanë për mua, kur e marrë dhe kom gjetë 219 vrasje në komunitet, që konë kolera ma madhja
që Malizi, Jugoslavia në atë kohë, jati ka punue për gjithë javë, ka quë dekun për në Tuzë, për gjithë javë. Me avion, të këthy me avion, po, Malësi. E këta malësot me familje të shkuë, ja kanë po harën edhe ata. Edhe kështu, po thamë, vrasja e Mrame ka qenë 1994 natën e dilës luleve, që janë vra lugjurajt me gjurashajt të Mramt, edhe mos kemi pas vrasje në Malësi, dhe më thanë në Kish. Kanë fillu fluksi nga Shqipëria do të ri ashtu mirë, por edhe ata e pa se nuk shkon ajo mirë, edhe u fashitet, shqyqë zotit tash kemi pace dashni, si shqiptarët e Shqipërisë, si Malizi, si Kosova, si kërkush. Nuk jemi motrima, po jemi... Do më Antoni, ti ke një veti shumë, ke shumë veti të mira, po je shumë i thjesht, edhe nuk i marrë meritat për veti, i doan me tjerë. No, ato nuk i këmba une. No, dakor, por une jam ati mendimit si ura, po si po ati kam e forta, artëzohet. Pra, për mendimin të ju jeni një kam uret, shumë e fort për komunitetin e Ditoritit, nuk e thamë veçon, e thojnë tonë shqiptarët në tonë akrahinat e Shqipënisë. Nga të që vinë, nga Shqipënia, nga Macedonia, nga Kosova, nga Malizi. E përmend e parë, në oborin e kishës të Shëmpalit që ju keni ndërtu, është shtatorja e Skënderbeut edhe e Nën Terez. Janë dy simbolet, janë dy persona që na shqiptarët na identifikohena me këta dhe krenohena në tonë botën, dhe prandaj bota na njeh. Kjo është edhe një vepër tjetër e juja që e thash më parë që e keni bërë për tonë shqiptarët kishën. Jo vetëm për sepse Skënderbeu është edhe metet, jo vetëm heroi jonë, po është na identifikohena nga Skënderbeu. Skënderbeu është numër 1 që na sot ekzistojmë si kombë. Gjithmonë ju e dini më mirë, do më Antoni, që Serbia edhe Greqia gjithmonë kanë fut nga tresa në shqiptar janë munduar për çfarë. Po, normal. Por faleminderit Zotit, kokat e maja shqiptare kanë ndajt bashkum, edhe ju e dini më së miri që gjithmonë kanë ndajt në ditë mira, ditë këqija të bashkum. Kemi rastin viteve 1941 kur ka ra Jugoslavia e parë. Ushtarët e Serbisë janë këthyje tanë për më shku për Serbi. Mirë por, janë kanë Macedonia, ku janë kanë edhe kanë ardhë ka Kosova, afër Gjakove Gjinet, një fshat Rugova, afër Drinit, aty kanë prej 59 katolik në xhamin e Rugovës me shpata, me thika. Edhe kështu me javlon fajin, tash gjatë që i katolik i kanë prej këta njerës. Mirë për ku ka ardhë hoxha njësit me qilë xhamin, e ka par gjaku të i kolluë prej dyrve, të dalë jashtë. Kur e kanë qilë derën, kanë pa njerëzit e mytun vram me thika, i kanë njohë që janë konë kujshit e të në katolik 2 kilometra lërgë ati vendit, kanë shku e i kanë thirë, e janë i mërë një moshkujt si ja u kanë mytë. Në më thonë, kjo është ajo mendja, që më pakon shkit kishë më thonë, në që këta katolik ja u kanë bëjë, jo, edhe po shqiptarë ka kuptu atë gjamë. E kësi rast e kemë pas vërtet shumë herë, edhe në kohën në luftën e tretë kësaj Kosovës, ma gjupt i kanë qitë shkjet për me ba nxeza, me vra, me prej, me therë. Kështu që po thamë, anë miku maj madhe për popullin shqiptar është slavët, serbët. Ata edhe me rana, gjithmonë e kanë edhe historinë e vetë. Po. Ju përmendni shpesh malësorët, sepse i keni pas antar të famullisë të ujtë, kishë të ujtë, dhe gjithmonë i falenderoni për ndihmën që kanë dhënë, jo vetëm për kishën, por për kombin shqiptar. Sa që ka pas nevojë Shqipënia, Kosova, apo shqiptarët në Malëzi,
Ma është e vërtet, malësorët kanë lanë jo vetëm anën financiare, po dhe kanë shku me luftu në luftën e UÇK-s. Ka shumë këto që unë i kam njohur personalisht që kanë shku me luftu, kanë lanë familje këto, kanë lanë gratë me fëmijë me shku me luftu në luftën e Kosovës. Edhe kjo është një meritë e jotja që gjithmonë i vlerësoni malësorët, se janë për të vlerësu, janë pjesë e shnosht e komunitetit diasporës. Po e gjuna mos me i vlerësu se vërtet na jemi shqiptarë të gjithë, pa më parasysh Kosovar, Malësia e madhe ose Shqipëria, mirë por me shqyque bajrakun e shumë gjanave e bajnë malësorët e Malit Zi. E kanë pas këtë gjanë me bujari, me besnikri, me patriot, me luftu, me heroj. E din, demonstratat e Kosovës ma shumë kam pas shqiptarët nga Mali Zi, se sa kanë qenë tjertë. Hoxhën, kur që kam pa në demonstrata? Kur? S'kan ardhë. As Luigjin se kam pa. Por, kanë ardhë tjertë, njerëzit që me thanë kanë bo punën e vetë. Edhe ajo është nera, edhe ajo nera nuk duhet mu arru kur. Familje Zotit si malësori ja u ka shpërbly Kosovës për atë punë që kanë bo Kosovarët 50-ave, 60-ave, 70-ave më shkollë për ta. Sti harro kanë Zoti, ja kanë la një tjetrit, nuk kanë me të bërsh. Normal. Kjo është vlau, s'ka gjanë më të bukur. Dhe më thënë, jo nërë, po në ke knaqë shpirtin, që pat me fatin, me të pas ty këto, edhe me ta në zemrën të rojmë shnet, jetë, e mirësi, edhe kur mas të harroft mundi, as emni, as gjanat që ki ba, sepse i ki ba me zemër, i ki ba se ki keni rrethu me njerëz të mirë, të këqiti ka të tanë se është nuk është kush pa njërin e keq, se një ata theti janë ata që na qojnë nel, që duhet mi falenderua dhe ata që i ki pas afer. Duhet mi dhanë edhe ty në një falim nërës. Normal. Por një mesazh që kishe dasht mi dhanë shikusave tanë sonte. Po mesazhi nuk e di si e pranoj njerëzit, e thash edhe gjatë fjalëve që i fola më parë, çështja në kombit e gjuhën shqipe, që na jemi shqiptarë, mos harrojmë gjuhën tonë, nanat në për familjet flasin shqip me fëmijët e vet, babat gjithashtu, por edhe priftat që janë babat e shpirtnave, ta ndrojnë menimin, mos bëmi krejt Amerikan për 2-3 ditë, se po korrite me kurrë tjetër, se kombi shqiptar është tash 5.000-6.000 vjetë, ma i moshmin në Evropë, nuk ka mujt as mretëmia romake, as bizantine, as mretëmia otomane, as komunizmi me zhduk, edhe as një prift s'ka me mujt me zhduk, atë gjanë vetëm shka jetë marja, ku shka i prift ose shka bone a i prift. Vjen tërpë se unë jam prift, por duhet me ba atë shka duhet për poplin tonë. Malku kjofta i bje shqiptari, që nuk e flet këtë gjuhë hynore, që amanet në la i pari, amanet një lan edhe fëmis. E bukur edhe, ndoshta në fakt e ka thënë Marko, e kena thënë në episodet e para, që kur kena ardhë, e keni rujt me fanatizëm, e mas kishte kena i fanatizëm, ndoshta s'kishte me pas as këtë komunitet fort që kanë, kështu që një pjesë i ta kanë tanë ati brezi që kanë ardhë para nesh, se dhe më thanë unë e Marko kena vetëm 31 vjetë në këtë komunitet, por ai brezi që ka kenë para nesh e kanë rujt bashkë me ty që je aq fanatik edhe sot e kësaj ditet, por e ke atë fanatizëm sepse don mas mu harru edhe mas mu shkri ky kamp që është me vend. Për shqipë, gjeluzia ka të mirën e vetë edhe ka të keqen e vetë. Gjeloz o njeri pse filani ka rrit më ba i pasun. E tash ajo i pasun e gjelozi me shkatru ato. Jo,
xhelozia në të bëhat shenjte, me arrit ti atje ku është ai, e atë me çu pak më lart. Aty është pyetja se ka herë njerëzit tanë kemi ato gabimet meta tona, por këtu është ajo që na shohim e të gëzojmë jetën. Do më të një pyetje tjetër kam të vogël. Jo jeni në pension tash. Po. Si pa kalon pensionin dhe a keni komunikim prap me antarët e kirës dhe me shqiptarë dhe si e kaloni kohën? Po e falenderoj për pyetjen që më bën. Ndun, besimtar ndun, jashtëzakonisht shumë dhe kështu që i kanë respekt për mua. Unë për veti me thënë vërtetën kur më mirë nuk e ni veten se nuk më pengon jetën time në barë e ranë që kam bën ai gabim. Edhe tash nuk guxoj me shkue me pa qyftën e kësaj zonjes ose qyftën e tanë, si s'mu me këqyrë në syën balë, të tanë mu me këqyrë në syën balë se kom punue me zemër me shpirt. Ajo është krenaria ime, e dyta Zoti më ka dhënë vërtet shnetin që e falenderoj, edhe mandej jetoj si eremit. Si dikur janë kanë ata rregulltarët e vjetër, kanë jetuar në për shpella vetëm, por me Zotën. Me Zotën e për Zotën, edhe unë tash në këto ditë e vjetra të pleshtisë time jetoj në atë qelen time, në dhomën time, të ditën jam me Zotën e me Krishtin. S'ka më bukur. Ju keni, falë Manuel, s'ka gjë. por ju keni dalë shpeshherë në për media tjera, në për televizione, keni lanë shumë intervista, keni lanë shumë mendime tuaja në për emisionet të ndryshme. Këtu të Oda Podcast, ti pas parasysh se Michigani, tash kena një brez të ri të fëmijësh. Çfarë mesazhe do të më thonë fëmijëve shqiptar në Michigan këtu ku jetojnë? Një mesazh nga ju. Po, fëmijëve të rinis, sidomos gjithmonë i kam dashur të rinin, si janë të pafajshëm, janë naiv. Fëmija këtu që rritet moshën 12 vjeçare është si më kanë burr, 17-18 vjetë, mirë po është i papjekun. E mandej shoqëritë e ndryshme po i prishin rinin. Ishëm para 2 viteve gjatë dimrit në Florida, në Daytona Beach, edhe dhomën e kishta ka parkingu. Tu naj, tu lexue, erdhi një makinë, sporte, ishin një qift i ri, ndoshta mosha 20 vjeçare të njëjtë e tjetri, edhe qelin xhamen e gjujtën një kuti në parking. Mirë por xhama ishte e madhe, e kishte shqishimin pak ma të gjanë, ishin do fëmijë të lujt aty afër, e pa në atë xham, por nuk asnjë nuk u afrue me kapat paket, Zoti na rujt. Prita një gjymë mësore, dola ka dale jashtë e mora, shkova buz detit pe qeli. Shka me qel? Najloni mran, plot me do bombonat të buta, ato droga. Fëmija mbe ma, e merë ata, aj marën. Mora i gjujtë në garbisht dhe kështu që po tham, i kur në fështirë për rinin e sodit, së shokt po i prishin me droga, me gjanat nërshme, kemi përgjith vjet ka 5-3 që po i përsjedhin në vore, se do mos tash para një muaj që në shkoja e djali ri, krejt për i këtyre gjana po bëhen, e mandej baba e nana të shkret mesin vore të qeluna për fëmijën e humbun. E kjo është mesazhi im për rinin, të kthehen ka Zoti t'i lanë shok të këqi, më shkojnë me gjithë kanin se sot bota o prish, nuk ki shok, as nuk ki vlla, as nuk ki kërkanin, po ki Zotën edhe kërkan tjetër, një që Zotën e ka me dalë mirë çdo njëjtë për tyne. Faleminderit. Një mesazh shumë i bukur, fjala jote inshallah shkon në shumë vesh, edhe veç mirë në gjoshim
si për komunitetin ton, e si për ton shqiptarët ku janë ton marbots, ne I dona pa fund se na dojnë pa fund, edhe njëjtën gjë edhe për ty, shnet, jetë, bekime, paqim edhe bekimet e tuja, se të kena qef me na beku edhe ne I fije. Po, ka beku zote kur e marrë sote në këtë. Por edhe këti emisionit ton, po I vjen fundi, na me ton zemrën të urojmë edhe I herë shëndet e jetë, edhe të paqim për shumë e shumë më të tjerë bashkë me ton qaketi për zemër rreth e qark. Prej mu ma njolës, Marko I thot vetë ata fjalët e tia. Apo në të falenderoj edhe herë dhe Antoni që keni ardhur te Ojta Podcast, është nerë për ne, nerë për shikuesit që na njekon, kena një numër të madh emigrantë se fatkeqësisht shqiptarët në të natyrën tona po dalin e po jetojnë nëpër botë, por I urojmë aty në jetë lumtur Zoti bekoftë edhe ata. Zoti të laf shëndet, e jetë gjatë, e faleminderit për çdo gjë që ki bën për shqiptarizëm, jo vetëm për komunitetin e diasporës Michiganit e Tamarix, por edhe për Kosovën, për Shqipërinë dhe për Malcinë e Malezi. Faleminderit shumë për jush. Faleminderit. Natën e mirë edhe mirë shikofshim. Natën e mirë.